Korça dhe fshatra turistik të Voskopojës, Vidhkuqi, Dardës e Bobështicës edhe këtë vit i kanë shumë turistët e huaj. Ndryshe nga një vit më parë, këtë sezon turistët kanë zgjatur ditët e qëndrimit në Juglindje. Këtë fillim sezonit të shumt janë turistët holandezë e francezë, të cilët kanë mbetur të kënaqur nga Korça. Njerëz të bukur, vend i bukur, diell që shkëlqen. Kam qenë disa herë këtu sepse më pëlqen shumë. Është qytet i pastër Korça, ndërtesa tradicionale, ushqim i shijshëm, ndjesie e bukur dhe plot siguri. Më pëlqen shumë ushqimi këtu, gjithçka është e përkryer. Nuk kisha qenë asnjëherë dhe jam i kënaqur që erdha në Korçë. Kemi qenë për rreth 2 ditë në Korçë, pazari vjetër, muzika nëpër rrugë, atmosfera festive. Më pëlqeu shumë bulevardi, muzeumet dhe ndërtesat tuaja të vjetra. Arkitektura është unike. Operatorët turistik bëjnë me di se këtë vit ka afro 10% më tepër rezervime turistësh tuaj dhe ditët e qëndrimeve shkojnë deri në 3 net.